12 sekrete stoike për të bërë më i miri çdo ditë. Të bëhesh më i miri çdo ditë nuk është një qëllim i largët, por një proces i vazhdueshëm, një betejë me veten që ndodh në heshtje, në mendje dhe në zemër. Stoikët e lashtë e dinin se suksesi nuk është produkt i fatit, por i zakoneve. Ata e jetuan jetën me disiplinë, qartësi dhe një ndjesi të thellë për vlerat njerëzore. Në këtë udhëtim, ne do të eksplorojmë 12 sekrete stoike që të ndihmojnë të kultivosh këtë mënyrë jetese, për të bërë më i qëndrueshëm, më i fortë dhe më i përmbushur çdo ditë. Sekreti 1. Kontrollo vetëm atë që mund të kontrollosh. Një nga mësimet themelore të stoicizmit është të ndash atë që varet nga ty dhe atë që jo. Epikteti thotë, ka gjëra që janë në pushtetin tonë dhe gjëra që nuk janë. Çdo ditë, mendja jonë është e mbushur me shqetësime, nga mendimet e të tjerëve, tek lajmet, tek moti apo të ardhmen që nuk mund ta kontrollojmë. Sekreti është të kanalizosh energjinë vetëm në atë që varet nga ti, sjellja jote, reagimet e tua, qëndrimi yt ndaj vështirësive. Kur jeton sipas këtij parimi, ndal së luftuari me botën dhe nis të ndërtosh veten. Nuk je më viktime e rrethanave, por kapiten i anijes tënde shpirtërore. Ky është qelësi i qetësisë së brendshme. Sekreti 2. Prano vështirësitë si ushtrim për shpirtin. Stoikët nuk kërkonin një jetë të lehtë, ata kërkonin një shpirt të fortë. Seneca thotë, asnjë marinar i aftë nuk është rritur në ujëra të qeta. Vështirësitë nuk janë ndëshkim, por trajnim. Çdo problem është një mundësi për të kultivuar durimin, mençurinë dhe forcën. Në vend që të ankohesh, pyet veten, çfarë po më mëson kjo sfidë? Bëje veten të pandalshëm, jo duke shmangur dhimbjen, por duke e përballuar me guxim. Sekreti 3. Disiplina është qelësi i lirisë së vërtetë. Një nga paradokset më të thella stoike është kjo, vetë kontrolli është forma më e lartë e lirisë. Njeriu që nuk është skllav i epsheve, emocionit apo zakoneve të dëmshme është i lirë. Disiplina nuk është kufizim, është zgjedhje. Është refuzimi për të qenë një lodër e impulseve të tua. Disiplina fillon me vendime të vogla, të zgjohesh herët, të mbarosh një detyrë pa zvarritur, të thuash jo kur është më e lehtë të thuash po. Çdo veprim i vogël i vetë kontrollit është një hap drejt një jete më të madhe. Sekreti 4. Praktikon ndershmërinë radikale, me veten dhe me të tjerët. Stoikët e vlerësonin të vërtetën më shumë se komoditetin. Mark Aureli shkruan në ditarin e tij, mos thuaj asgjë që nuk e mendon. Mos bëj asgjë që e përçmon. Të jetosh me ndershmëri është një akt guximi, të mos fshihesh pas maskave, të mos shtiresh. Vetëm atëherë mund të njohësh veten dhe të ndërtosh besim të vërtetë. Mos u trem nga e vërteta jote. Prano gabimet, përballu me të metat dhe bëhu një njeri i ndershëm, jo perfekt. Sekreti 5. Mendimi është gjithçka. Cilësoje realitetin me mençuri. Nuk janë ngjarjet që na lëndojnë, por mendimet tona për ato ngjarje. Kjo është themeli i qasjes stoike ndaj jetës. Dy njerëz mund të përjetojnë të njëjtën humbje, njëri shkatërrohet, tjetri forcohet. Pse? Sepse mënyra se si e përkthen mendërisht një situatë përcakton emocionin dhe veprimin që ndjek. Bëhu vëzhgues i mendimeve të tua. Trajno veten që të mendosh ndryshe për vështirësitë, si mësime, si prova, si pjesë të rritjes. Sekreti 6. Jetë thjesht për të jetuar me thellësi. Stoikët nuk ishin hedonistë, ata besonin në një jetë të thjeshtë, të përqendruar në vlera. Konsumi i tepërt, kërkimi i famës, krahasimi, të gjitha këto janë kurthe të egos që të largojnë nga vetja. Sa më e thjesht jeta, aq më e qartë bëhet mendja dhe më i thellë bëhet shpirti. Mëso të kënaqesh me pak, të falenderosh për çdo gjë që ke dhe të jetosh me kujdes të madh për atë që është me të vërtetë thelbësore. Sekreti 7. Përballu vdekshmërinë çdo ditë. Memento mori, një nga reflektimet më tronditëse stoike është mbi vdekshmërinë. Jo si një temë e zymt, por si një zgjuarës jetësore. Kur kujton se gjithçka është e përkohshme, edhe vetë ti, nis të jetosh më plotësisht. Nuk e vonon faljen, nuk e shtyn mirënjohjen. Nuk e harxhon kohën kot, përkujtoje veten, mund të mos jem këtu nesër.
dhe pastaj jeto me një intensitet që e nderon këtë të vërtet, sekretitet, bëhu një dritë për të tjerët, jo një gjykatës. Stoicizmi nuk është për të ndjerë më i mirë se të tjerët, por për të përmirësuar vetvetiu. Nuk është për të gjykuar, por për të dhënë shembull. Kur të tjerët gabojnë, mos i poshtëro. I duruar. I shembull. I dritë që ndriçon me përullësi dhe integritet, njerëzit ndryshojnë nga ndikimi, jo nga turpërimi. Sekreti 9. Zgjidh të jesh i drejtë, jo i popularizuar, në një botë ku presioni i jashtëm na tundon të jemi dikush tjetër. Stoikët zgjedhin drejtësinë. Mark Aureli shkruan: nëse është e drejtë, vepro. Nëse nuk është, mos e bëj. Kjo është busulla jote morale. Jo çfarë është e lehtë. Jo çfarë do shumica. Por çfarë është e drejtë. Vendosmëria për të ndjekur etikën përballë tundimeve është një nga aktet më të larta të karakterit. Sekreti 10. Reflekto çdo ditë. Vetanaliza është rritje. Një zakon i përditshëm i stoikëve ishte reflektimi i mbrëmjes. Çfarë bëra mirë? Çfarë gabova? Çfarë do përmirësoj nesër? Kjo vetdije e vazhdueshme të ndihmon të mos jetosh në autopilot. Të lejon të ndalosh, të mësohesh nga dita jote dhe të rritesh pa u ndalur, mos lejo që ditët të kalojnë pa u ndjerë. Jeto me vetdije. Sekreti 11. Kultivo mirënjohje në çdo rrethan. Stoikët nuk falënderonin vetëm për të mirat, por edhe për vështirësitë. Pse? Sepse gjithçka shërben për rritjen e shpirtit. Mirënjohja është një ushtrim shpirtëror që transformon këndvështrimin tënd. Ajo ta kthen zemrën nga mungesa në begati. Falëndero për sfidat, për përpjekjet, për mundësitë për të praktikuar virty. Kjo është një jetë e ndriçuar. Sekreti 12. Çdo ditë është një mundësi për të filluar nga e para, nuk ka rëndësi se çfarë ke bërë dje. Stoicizmi është filozofia e përgjegjësisë personale, por jo e fajit të përjetshëm. Çdo mëngjes është një dhuratë për të zgjedhur virtytin mbi vesin, qartësinë mbi kaosin, vlerat mbi tundimet. Zgjohu me këtë mendim: sot është dita kur do bëhem një version më i mirë i vetes. Jo më vonë. Sot. Përmbyllje. Mos e kërkojash atë që duhet të ndërtohet brenda. Të ndjekësh rrugën stoike nuk do të thotë të largohesh nga jeta, por të përballesh me të me zemër të hapur dhe mendje të kthjellët. Nuk do të thotë të mohosh ndjenjat, por të mos u dorëzohesh atyre. Rrugëtimi i brendshëm, një luftë e heshtur që e fiton vetëm ai që është i durueshëm, i ndershëm dhe i përkushtuar ndaj vetes së tij më të lartë. Kjo nuk është një filozofi për elitat, por një mënyrë jetese për çdo njeri që guxon të shohë brenda vetes dhe të thotë: mund të bëhem më shumë. Dhe çdo ditë, pak nga pak, ti bëhesh ai njeri.